dashkën këta të protestës. Po që ka thënë? Autobuza e sola unë nga Elava. E më kam vënë gjë në kokë, skupidhja të burg, e qarë perle. E, po duhet shkosh kështu pa rujtë. A redio që asë bëjmë? Duhet shkosh pa rujtë. Si pa rujtë? Pa u ruajtur, do të. Se kuptova, redio? Duhet shkosh kështu pa u ruajtur, dhe. Ku? Në protest. Aha. Gjon, o kula, Ama, e bek të perlën. ka më. Vetë mos e komentoj, ta lëm kështu, surprizë. Mos komentoj që ja tani se në WhatsApp. Edhe shumë. Mos u largoni toksor, skupidhja të burg. Nge, E bukur shumë. lezeqëm. Në bukur shumë. Kula, që kemë në gjë, molla? Mirë shumë. Ka fillu i nxeti. Jo, akoma, sot ka rënë. Nga Indja vete 20-30. Po vetëm sot ka rasti. Sot, po. Edhe kur fillon i nxeti, ke pati që njerëzit japim kështu probleme, kështu... oscilacione kështu mendore. Po, ke përnë e vapa që është u vla? Vapa që ndikon direkt e kë artikulimit e kë. Njivet kjo. Por në përgjithësi kjo ndodhë të ata që janë tashmë, kanë tashmë probleme, nuk është të ndodhë të gjithë njerëzit. Nuk i... Ja, nuk. Ata që janë imunizuar nga Zoti nuk i kap gjë. Këta që si janë mirë po ta vëshren, në momentin që ndrohen stinët. Se këta kanë dhe gjës, asë nuk besojnë Zot këta tjerë. Fare. Dhe as besojnë asgjë. Kështu ishte. Ore, more vesh lajmin ti. Cili no? Për këtë. Apo ta them në emision. Kën nga modë. Ku di unë? Njëri nga këta pra që kështë lëshuar urdhëres e spaku sot. Aha, për shumë pritë, se kjo është vetëm ajo... Të do pjesa e këtë parë. Ta kam thënë ka dalë qajtoni nga shishja. Meri tani pra mesazhi kullo. Edhe karta kanta. Dori prap shejtani. Jo, shejtani ka dalë, s'futet më. Shtufin e pas në arrestuar në Greqi, pa tani pas ditë më thonë. E, po që të bësh? Po si arrestuan me njerë, më vëllap, si kishin nxjerrë urdhër arresti ndërkombëtar këta? Po jo më kanë pas telefonin në përgjim, edhe kanë ditë ku ka qenë saksisht, e Ja, kanë... më kulla, se nuk është bërë, ka varë bura, bashkë bërë tani, si do të ka me telefon, Uf, mo. si të ka me telefon. Po më dha me celulën e telefonit, ku jetë, vjen saksisht atje ku jetë, i thot policisë ma ekzekutor, qo me drejtorinë e bashkëpunimit ndërkombëtar, e thot Greqisë ma ndaloni, ka kollaj fare, po. O, Po, telefoni është, a jetë një numër 1 më qanë? por ma e nuk ka ditur që ta mbyllë telefonin, se Ku kuptoj. ta ditaj? Ku ka marrë vesh, a i ka shku për qef, për punë të Por vetë? zotëria nuk ka ikur sot, mo. Po qënë si ka, kur ka ikur, telefoni me vete ka pas? Pa e t'i gjoj lajmin, më kur. A hu, kur ka gju lajmin e kanë marrë atë? Po jo kulla sot pas dite, është lajmi ka dalë. Po kur ka dalë lajmi? Marrë. Lajmi ka dalë 1 orë para, 2 orë para, i telefonit ka... Jo, lajmi, mos o bu, Sa, 5 orë para? ky është lajmi i djeshëm, kulla. Jo më dha sot. Sot djeshëm. Kjo e spakut arrestimet, Por e sot para dite? nuk ishte i djeshëm. Jo më sot para dite, që e djeshëm? O le dion fara, ishte dje kjo arrestimet e spakut, më Jo më qanë, jo, ke probleme me kujtesën, të ka godit Covid-i ty. Jo, më jo, s'ka lidhje me Covidin, nuk, jo. Po jo më, sot para dite. Nga që po jetojmë aktualitetin në kontinu, kështu, gjatë ditë kohës dhe nuk ndajnë dot ditët prapë. Ngjarja ndodhen ai shpejt, sa që nuk e bën dot diferencë, ishte dia apo sot. Je i bindur që ishte sot. Po, jo sot e di shumë mirë. E si thuaj teknika e kapjes është, le të fillojmë emisionin se jemi shumë vonë plak. Me telefon më shkollaj, ore, dëgjoj sa rob ka futur. Përshëndetje toksor. Mos e hiq muzikën pa thënë unë plak. Ishte Pënjishi. Tani hiqe. Ishte Pënjishi pjesa e parë e këtij emisioni që ka mba numri 1095 sonte është episodi 23 vjet tashmë ky emision. Fuqeshorit bën fiks 23 vjet. Te kjo faqja i doli në ekran që le të nxjerrë her pas here gjatë bisedave, duhet të nxjerrë shumë herë. Ju bëni një subscribe dhe mund ta shihni emisionin live në YouTube. Pra, ose gjatë live-i tani që jemi në live në këto momente në MSN TV, ose dhe pas emisionit, pas të mbaron emisionin e keni atje gjatë gjithë kohës. Ky emision transmetohet në këtë televizion, sepse në YouTube është gjithmonë,
3 herë në javë, të martë të mërkur në orën 10 darkës dhe të premte në orën 9 darkës. Bëtë shumë mirë që erdhët këtu, ndërkohë që unë dua t'ju kujtoj se protesta në këto momente ka hyrë në ditën sot, ka hyrë në ditën e 13 dhe ne do lidhemi me njëherë me agentin ton në protest, shfaq gjë agente në fakt, është një gocë që lidhet me celularin e saj, pa folur, nuk do t'identifikohet, thjesht na bie imazhe të freskëta live nga protesta. Nuk e di nëse Ledio e ka në këto momente thjesht për krijuar një ide apo të futim të ftuarin Jo, në ekskluziv. këtë moment nuk e kam, kemi ftuarin e parë. Të ftuarin e parë. Ndërkohë do të prezantoj Ilir Kullën që ju e njihni tashmë, Kulla me mbrëma krajsi që kam në Mi studio. mbrëma, po flit, nxirre rrjetin sekret të agjenturës, se me ty... Të bëri vështirë nga. E kemi agjente atë gocë. Po për agjente, po Matahari agjente Matahari. e rëndësishme, kështu që vërja emrin agjentja Matahari në Do të, protest. ja, po nuk i djegi. Ja vure për emrin Matahari. Pse Matahari? Nickname për atë agjentës. Është e njohur ajo Matahari, na duhet një nickname tjetër. Po mirë më vej Kemi Flamingo, Flamingo Po është. mirë, vërja emrin agjentja Flamingo. Kemi Flamingo ZL. Po, Flamingo ZL. Flamingo Zele. Kulla, e para njerëzit do shkojnë pyetjat e ajo QR kodi, dhe e dyta, Kulla, ti nuk mërzitesh, përkundrazi, gëzohesh që ne sot të nxjerrim, nuk ka ndonë ndonjëherë në fakt, tani live të rrim disa minuta me personazhin i cili duhet thënë ishte fija e shkrepses që filloi kjo protestë që u bë kaq masive dhe që sot jemi në ditën e 13. Shfiks njeriu që e morën zvar në Zvërnez dhe që u bë video virale në gjithë rruzullin toksor. Ky është ai ke parasysh atë tregtarin që shiste fruta në Tunizi që shkuan ata dhe morën të arrestonin dhe dogji veten? E kam parasysh si ngjarje, po. Që filloi pranverë arabe? Edhe ky është ai. Dhe quhet Eduard Subashi. Unë nuk e njoh personalisht, është një djalë shumë i mirë, ai më njeh mua sepse më ndjek prej kohësh. Dhe unë do kem tani kënaqësinë të flas me Eduardin, i cili duhet thënë vazhdon të mos jetë mirë me shëndet pas rrahjes, përveç se e morën zvar, pas rrahjes që i bën që tashmë është e evidentuar. Kemi dhe imazhet. Eduard Mimbroma. Mirëmbrëma dhe ju faleminderit shumë që ndodhen tek emisioni juaj i veçantë. Ledio do plasni ndërkohë, bravo. Ekskluzive flet njeriu që e morën zvar në Zvërnec. Eduard Subashi, pa të humbur kohë, do rim disa minuta bashk, siç ja thash dhe Kullës, ti je njeriu që pa dashjen tënde në fakt, pa e menduar fare, u bëre Po pa, hiç. Asnjë lloj mendimi, asnjë lloj përgatitje. U bëre protagonist i nxitjes ose më mirë nxite një revolt me të drejtë qytetare, e cila tani ka arritur në shifra të paimagjinueshme në Shqipëri. Sot është dita e 13, në faktun Eduard sonte doja të dija, të kam ftuar dhe desha të flisja me ty, edhe Kulla mund thotë ndonjë gjë. Desha të dija si e me shëndet njëre pare punës. Po përmirësohem avash ditë për ditë, do me thënë, po kam problem me gurmazin sepse u godita shumë fort. Gurmazi që ndryshë në fjallë në... Po thuaj se një javë ditë për ditë kam thyrë gjak. A, nxjerr gjak? Edhe nuk e them do me thënë që ti vi keq dikujt. Thjesht është realiteti ai. Dhe po ta shohim në këto imazhe që kemi atje poshtë, Eduard, ti e di se ke qenë vetë viktima e ngjarjes. Në këto imazhe ne Ledio ka të njëjtën sken, po e ka shumë të afruar ndërkohë. Do shikojmë për një moment njeriu që të godet, atë privatin që të godet me grusht, fiks këtu ku thua ti e quan gurmaz, ndryshe quhet gryk apo jo? Mu në gryk, në fyt. Gryk molla Adamit kjo gjë. Molla Adamit. Në fyt fiks. Në vendin që unë nuk e di, do të thënë, unë them që jem e fat sepse edhe mund të kishe lënë jetën atë moment, sepse këtu është një vend ku Kulla thonë që të blokon frymarrin, t'jep apnea dhe vdes direkt. Ç'a ndodhi, Eduard? Zoti Çani, unë jam marrë me mundje vetë edhe di se ku mund të qellohet një njeri që të ngelet në vend për shembull. Edhe ai njeri që më goditi kishte një pikësinim, donte një viktim atë ditë atje, domethënë. Ti mendon që donte një viktim? Po. Si donte që ti të vdisje? Po. Po pse? Prandaj më qelloi atje. Donte të ndëshkonte dikë. Njerëzit që të merrin frikë tjerë. Donte të jepte mesazh jashtë gardit. Donte që thjesht duan të na gjynjëzojnë me çdo lloj mënyre, me fuqi, me dhunë, sepse
kur vete dikush të bëj një protest paqësore, duke, do me thënë, pronat e tij të janë rrethuar me garde, si bëhet kjo? Eduard, Të shkoj në shtëpinë time dhe shtëpia ime të jetë rrethuar dhe të ketë polici nga jashtë. Eduard, një dhe sekond. Polici, do me thënë, Eduard, më faqen të presë. Në momentin që ai të godet me grusht, ju lutem. Po. qa ndodhi me ty? Humbe ndjenjat? Apo ishe në gjendje Muzu fryma komplet, nuk merja do të fryma, në moment që miqin një Bën spara, apnea, bllokim frymare. apnea, po. Edhe sa zgjati kjo gjendje? Kjo marrje fryme me... Që të jem i sinqert zoti Çani, ajo zgjati, unë e mora veten kur më hodhën ujë atje që më kishin hedhur poshtë e gurët, tek një rrugë me gurë. Okej. Do me thënë atje do me thënë fillova të shikoja fytyra njerëzish. Po kush të hodhi ujë? Të hodhën vetë ta policët privat? Po, ata, po. Dhe njeriu që të godet atje, që ne e shohim në ekran, po që sigurisht nuk e njohim, sepse ai e interesuar... Unë njoh. Ti e njeh? E njeh gjithë Shqipëria. Jo, si flas si fytyrë, e di kush është? Po, dhe si fytyrë, dhe si emër, dhe si mbiemër, e dim. Është në gjendet në policinë e Vlorës sot. Është i arrestuar. Po. Po mirë, a je interesuar këto 13-14 ditë, se kjo ngjarje është e para 2 javë, apo jo, fiks? Sa ishte data? Po, si të interesojmë si me çfarë fuqie, me unë jam trupi im ishte komplet i nxirr, nga brinjtë mia janë të... A ke marrë gjë vesh, sepse kjo është një ngjarje që të intereson ty njerëz personale, a ke marrë gjë vesh përse ai njeri të goditi, ndërkohë që 2 të tjerë të mbanin krah, sepse kjo është e pakuptueshme. Zoti Arjan, nuk besoj se ajo çështje mund të jetë personale midis mua dhe atij, se as unë e njoh as ai s'më njeh mua. Thjesht ai person zbatonte urdhra. Nuk ka mundësi policia e shtetit jetë jashtë të më shikoj, të më bëj seir, edhe një polici private të më heqë zvarr, do me thënë që kish mundësi dhe unë mos isha sot kur flisja me juve. Qartë, sigurisht. Si ka mundësi një polici private të hedhi gaz lotus tek policia e shtetit ton? Si ndodh kjo? Vërtet kam një çudi, do me thënë, ne jetojmë në Shqipëri, nuk jetojmë në Afrikë. Një vend demokratik, apo jo? Ky është keq kuptimi, se mendojmë që jemi në Europë dhe mendojmë se jemi ndryshe nga disa vende të tjera që janë jemi zoti Çani, jemi shumë larg Evropës, nuk Europa është shumë larg. Ngatrojmë me gjeografinë, nuk respektojnë të drejtë. Urdhro? E ngatrojmë me gjeografinë. Ngatrojmë me gjeografinë, them. Është keq kuptimi i gjeografisë. Po, fiks fare. Edhe në vendet e Afrikës është vështirë të gjesh skena të tilla në fakt kur e mendon. Sepse nuk bëhet. Nuk bëhet, pra, unë e kuptoj këtë që thotë Eduardi, është më se e kuptueshme, po nuk kuptoj një gjë. Nuk është shumë se ai, nuk është se Eduardi ishte në moment që po ishte vetëm dhe ishte autonom. Ai ishte aty po i mbanin Eduardi, po i mbanin krahët. Pra këtë s'kuptojnë, domethënë, nuk më ri ekuacioni, kur 2 njerëz mbajnë krahët, pse duhet një 3 të vitet të qellojë aq më tepër, jo në bark, në fyt, që ta ndëshkonte. Po ta ndëshkonte për kë? Për ata që tjerët që ishin jashtë që ta shikonin. Që ta shikonin. Pa menduar që në fakt ata tjerë që ishin jashtë kishin celular dhe filmonin apo jo? Për te kësaj. Po se kjo është. Thjesht zoti Çani. Po. Ata donin të jepnin një mesazh midis meje për ata njerëzit, do me thënë, që gjendeshin jashtë gardit. E kuptuam ti që ata thotë dhe kulla. Dhe mesazhi në fakt që dhan nuk ishte ai, po është kjo mira vetë në shesh. Çështja është që dua të kuptoj unë. Nga momenti që Eduard, një sekond. Eduard, një pyetje. Nga momenti që ata të morën këtu deri në momentin që e goditur, ç'a flisje me ata 2 që po të tërhiqnin? Bravo, sa po s'kisha mundësi të flisja, unë s'merja do të frym. Jo, para thot. Nga momenti që ata të morën deri në momentin që e goditur. Po, e pyeta për çfarë arsye është bën ky gardi këtu? Se ishte një gard, do me thënë që... Po, e kalove gardin dhe të tërhoqe, nga i moment, deri momentin që e goditur... Jo, isha të gardi fiksun,
dhe po pyesja atë policin private për çfarë arsye të mësojmë dhe neve. Atë e shohim. Ata e shohim. Eduard. Tani ata të marrin nga krahët aty dhe të çojnë deri atje ku je goditur. Në këtë periudhë kohe, nga marrja e krahëve deri kur je goditur, çfarë bisede kishe me ata dy që të tërhoqen? Arritet të fisje? Po s'mund të bizetoj, unë s'merja do të fryma atë moment, më ishte zën fryma komplet. Para goditjes sot kulla, jo pas goditjes, para se goditjes, kur të mini zvar, arritet të komunikoje me ata policat privat. Jo, po saj që nga momenti që më qelluan. Jo, para se të qellonin. Para se të qellonin, o Eduard. Para se të qellonin, nga momenti i telave që jetani atje, deri kur ishe zvar, kur të mini zvar. Deri momenti që e goditur, nga tela, deri momenti që e goditur, bisedove gjë me ata dy që të po të rritë? Jo, asnjë lloj diskutimi fare. Sepse ka qenë zvar, më burr. Ka qenë zvar dhe nuk ka folur dot, e kupton? Nuk ishte diskutim, ishte me ata, jo me ata korakët e zinj, ishte me... Mirë, kam një pyetje tjetër. E morën vesh. Eduard, kam një pyetje tjetër. Ke bërë denoncim në polici ose në prokurori pas ngjarjes? Në policinë e Vlorës kam bërë që atë ditë, po. Denoncimin e ke bërë? Po. Oke, qartë. Eduard, ti më the që ishe me vajzën tënde 18 vjeç atë ditë atje, apo jo? Po. Dhe vajza ishte dëshmitare në ngjarjes. Po si? Si reagoj? Vajzën këtë moment e çoj në psikologo. Do të thënë në psikologe, më fal. E kuptoj, po sigurisht, sepse është traumatizuar. Banojmë jashtetit edhe... Si reagoj? Nuk ka problem. Si reagoj vajza në momentin që ti u riktheve? Qante... Më tha që vajza, më tha mua, baba nuk dua të shkel më këtu, sepse më tha mua, këtu është një vend kriminalash. Fiks. Atë më tha, nuk dua mas toka, nuk dua mas një gjë. Tani, Eduard, kam mendim të kundër. Eduard, më thuaj një gjë shkurtimisht, që të fitojmë kohë, mos u mbasim kohë, sepse më duhet ta bëj bisedë shumë me ty, dialog që ta kuptojmë. Po, faleminderit. Shëndeti jot në këtë moment e the vjen do të thënë ke akoma her pas here nxjerr gjak nga fyti apo jo? Këtë moment nuk nxjerr gjak nga fyti, nuk dua të them gënjeshtra, po kam 10 ditë domethënë, po pra, se sot kanë kaluar 14 ditë pothuajse nga ajo ditë që ndodhi ajo. Fiks, po. Nuk bështoj më gjak. Po? Je më mirë do. Akoma vazhdoj të ha pure patate. Pure patate, çdo. I ka thënë doktori, do të hash vetëm pure patate se gërvish, e ka të gërvishur. Po. Kam bërë, jo nuk është e gërvishur, është gurmazi kaq i goditur, sa edhe bajamet, domethënë që kemi në gurmaz, në fyt, si e thatë juve më përpara. Në fyt. Në fyt. Po. Janë goditur dhe unë 2 ditë e para nuk kam pirë do të asuj se mbytesha. Po normal. Sigurisht ajo është e tmerrshme ajo goditja atje më burr. Dgjoj, o Eduard. Goditja kishte qëllim vrasës. Qartë. Eduard. Urdhro. Ti atë ditë atje, the që më lini se unë po shkoj në shtëpinë time. Realisht, sa largë është shtëpia jote nga ato telat me gjëmba që ishin atje? A mund na i thuash? Atje nuk është vetëm shtëpia ime, atje është shtëpia e të gjithë banorëve. Si quhet fshati se ka dhe fshata të tjera atje, përveç... Jo, nuk ka asnjë fshat tjetër atje, fshati Zvërnec është. Po janë ca fshata të tjera më duket, janë ca fshata të tjera rreth rrotull, apo janë afër Nartës. Nuk e kuptoj mirë në atë zonë atje. Jo, nuk kanë lidhje fare ato, domethënë gjithë ato tokat që janë atje. Janë tokat e banorëve të fshatit Zvërnec. Po juve keni, a keni pronësi Eduard fisi ju edhe ju vet? A keni pronësi te toka që pretendohet që do... Nuk pretendojmë diçka që nuk është e jona. Neve kemi tokën në pronësi. Kemi marrë, domethënë, juve dini shumë mirë që kur u bën kooperativat, u morën tokat nga njerëzit, nga e qartë. Fshatarët, ta them ashtu. Kur krijon kooperativat, u morën tokat që kishin pasur prindrit tanë Den Babaden, se Den Babaden, zoti kryeministër, tha që është toka Den Babaden private, po në vizion të tjetër njëri atje, është për të shmëndur vërtet, domethënë, dhe mbasi i morën tokat,
kur ra sistemi komunist, fashist, i emerojtës atere, tokat u ndanë përsëri dhe të gjithë, do me thënë banorët e fshatit Zvërnec, morën tokat e prindërve të tyre që kishin. Ato toka janë brenda projektit zhvillimor, pra që do ndërtohet si pas Ramës. Këto tokat që thua ti vetë. Po përderisa atje ishte vend gardi, unë nuk kuptoj diçka. Do me thënë, si ka mundësi në një shtet të mbyllet rruga shtetërore, të mbyllen pronat private, të dhunohemi, nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj, të janë bërë kaq falsifikime. Do me thënë, nuk mund të jemi të drejtë, po mbajemi peng 35 vjetë. Nuk bëjmë dot një veprim për tokën tonë, për tokën që na ka lënë të parët tanë, për tokën që kemi marrë me ligj. Eduard, nuk po më përgjigjesh prapë. Nuk kuptoni, nuk më dëgjoni. Eduard, nuk po më përgjigjesh prapë. Unë të kuptoj që thua ti, po më po të bëj një pyetje tjetër. A pretendon ti brenda këtij projekti që ke në hartë që se shikon ekranin? A shikon ekranin? Po, e shikoj. A pretendon ti që ke pronë atje brenda apo jo? Po. Kam 4.400 metra unë si person, si familje. Bukur. Atë janë afruar investitorët, firma shqiptare investitorëve, këta përfaqësuesi shqiptar, të janë afruar për ta blerë? Asnjë gjë, pregjë. Si mund të ma blenë mua kur ajo tokë më është bllokuar nga të gjitha zyrat, nga kadastra, nga çdo gjë? Pra ti nuk e ke me letra ato tokë apo jo? Jo, e kam me letër, një sekond. Po për çfarë është bllokuar? Për çfarë është bllokuar? Kur e ke me letra? Nuk mund të bëj dot asnjë veprim toke, do të thënë asnjë veprim nuk mund të bëj për çështjen e tokës, sepse në të gjitha kadastrat në Vlorë, në kadastrën e Vlorës, do me thënë na mbajnë peng 35 vjet, duke thënë sepse nuk ka dalë ligji akoma për Zvërnecin. Ajo dihet mo, kjo jo vetëm për ju, këtu ka me mira këtu 90% e pallateve në Shqipëri janë të pahipotekuara, kjo s'diskutohet, jo vetëm tokat po e po. Këtu është skandal vlla. Këtu skandal me kadastrën është një lemeri. Nuk e di se kush do futi hundët atje që ta zhbiroj këtë gjë, ajo është një tmerr. Por po si, atë që e bën vetëm qeveria, ne nuk mund ta bëjmë. Jo. Kam një pyetje tjetër. Aty në Zvërnec, pas 90-s, ka qytetarë që kanë ardhur nga rajonet të tjera të Shqipërisë apo jeni vetëm nga Zvërnec? Asnjë, vetëm nga Zvërneci. Qartë. Tani nuk është bërë asnjë shit blerje toke, do me thënë, sepse ne nuk e kemi atë të drejtë, na e ka hequr shteti shqiptar. Po mirë, një sekondë, atëherë si ka mundësi që është bërë shit blerje për rreth, ku diun, 200 e ca hektar te zoti te ky Artur Shehu, që tani u shpall në kërkim nga Spaku. Si e shiti ai këtyre? Sepse janë bërë falsifikime. Krimi i organizuar ka çelur për kryer në Shqipëri. Qartë. Pra atje kanë vënë letrat, do thotë. Ndërsa tek këta tjerë... Nuk e di, nuk e njoh njeriu, as dua të kem asnjë gjë... Nëse ma i ka dalë në media, s'po themi ndonjë gjë kështu. Po dëgjoj, o Eduard. Jo, sinqerisht, shiko, zoti Çani. Po. Unë personalisht nuk kam asnjë gjë as me atë personin që më qelloi, që më poziti. Qartë. Sepse dhe ai, sinqerisht do me thënë, për zotin nuk kam frikë nga asnjë gjë. Nga asnjë gjë. Nuk bëhet llaf fare. Nga asnjëri dhe nga asnjë gjë nuk. Eduard, atë ka bërë përshtypje, më thuaj edhe këtë, se minutat po ikin dhe duhet ta mbyllim. Më thuaj edhe këtë, të lutem. Protesta sot është ditën e 13. Ka lindur fal asaj video, ose për fat keq, jo fal, për fat keq asaj video, për shkak të asaj video ku ti je viktima, që e shohim të gjithë, që e pan të gjithë dhe le tani do e rikthej prap. Atë ka bërë përshtypje njerë, thuaj shkurtimisht, çfarë mendimi ke për të protestë? Dhe atë ka bërë përshtypje që emri jot nuk është përmendur fare në këtë protestë, as në pankarta nuk shkruhet as në asnjë vend Eduard Fumashi. Nuk më bën përshtypje, nuk dua të bëhem hero. Nuk je hero, po thjesht ti mund të humbisje jetën atje. Fakti je viktim si hero. Pak rëndësi ka për protestën, ajo protesta ka qëllime politike, mund të ketë qëllime të ndryshme. Unë nuk jam politikan, nuk merrem me politikën. Çmendim ke për protestën? Besoj që populli shqiptar për momentin është shumë i presuar, do me thënë. Është vënë një pres dhe po shtrydhet. Presion, po. Nuk kemi demokraci, nuk kemi liri, nuk kemi
nuk kemi drejtësi. Problemi jonë më i madh dhe më serioz është që nuk ka drejtësi. Flasim për Evropë. Në çfarë Evropë do shkojmë neve? Që nuk ndajmë dot pronën tonë, që nuk bëjmë dot një veprim me pronën tonë. Ja më thoni juve. Këtu jemi dakord të gjithë. Që jeni më i aftë se mua, do të thënë nga. Jo, mos jam fare më i aftë se ti. Në fakt çani, nëse do të numëroj numri i të vrarëve për shkak të pronave në Shqipëri nga 1990 deri sot, do të ishte një varrezë e madhe në vete, sepse është shumë i madh numri i të vrarëve. Bravo. Nga veriu. Pat një llaf shumë të madh. Bile, unë them pak janë vrarë me gjithë probleme pronash që ka. Do të ishin vrarë më shumë të mu. Ti je si gjithmonë ekstremist. Nuk jam ekstremist, më vlla. Unë po të them që numri është kaq i madh sa meriton një varrezë në vete vetëm me numrin e të vrarëve për pronë. Dhe pra po them pra, mullari është bërë që masa mund të ishin dhe më shumë të vrarë. Po Eduard. Neve tash nuk jetojmë në mes jetë, për shembull, të marrim lopatat edhe të sfurqet edhe të dalim, do me thënë, të rrethojmë tokat tona. Ose bëhet ju do ta bëj dikush tjetër kundër jush, kjo është e sigurt. Jeta nuk ka ndryshim. Dëgjoj. Që nga antik, më fal. Që kur është krijuar njeriu deri tani, lufta nuk na është ndarë asnjëherë. Thjesht ajo ka ndryshuar formë. Po në luftë jemi, Eduard. O do e mbrosh, më fal. O do e mbrosh pronën tënde. Demokracia nuk ka luftë. Edhe njerë, unë them, hiqini këto fjalë, Eduard, demokracia këto, se këto janë për të gënjur popullin. Eduard, jeta është e pa drejtë, këtë mos e haro asnjëherë. Demokracia dhe fjalë të tilla, edhe njerë, demokracia, drejtet e njeriut, janë fjalë që të gënjehen turmat. Mos e haron, vjen një moment, pas harresë së madhe, rikthehet zhgënjimi i madh. Njeriu është ujk për njeriun, dhe kjo i vetëm Shqipëri, gjithandej. Prandaj edhe në vende ndryshme të botës, njerëzit dalin protestojnë. Prandaj kjo protestë sot, pavarësisht se sa njerëz ka atje dhe nga ç'grupime janë dhe çfarë sensibilitete kanë, është e bukur se ndodh për herë të parë në 35 vjet. Dhe ti, Eduard, dhe me këtë do të lë të lirë, sepse do flasim prapë bashkë ditën në vijim, sepse unë mendoj që ti çështje nuk do e lësh me kaq. Do ta vazhdosh çështjen tënde apo jo? Do e çosh deri në fund. Patjetër. Prandaj unë them që ti do mbetesh, do apo s'do ti, do apo s'do unë, apo kulla dhe gjithë dynjaja, ti do mbetesh gjithsesi në një libër historie diku, që siç mbeti ajo e luftës parabotërore. Jo, si ai bananeve në Tunizi. Si ai bananeve në Tunizi. Që plasi pranverë arabe. Është gjithmonë është gjithmonë një pika që del gotë. Tunizi ka banane, ka dhe majmuna. Eduard, tani ti e praktise tokën tënde në Zvërnec dhe shtëpinë apo do kthehesh prapë? Jo, asnjëherë nuk e praktis tokën. Nuk e praktis. Do t'i drejtojmë të gjitha dikasterevet në Shqipëri, në Evropë, deri në fund. Tokën që kam me letra, tokën që më ka lënë gjyshi, stërgjyshi im, babai im, nuk do t'ja lë askujt. Sa do i fort që t'jetë ai. E kuptova. Ka dhe më të fort ka. Dhe si puna jote që ke 4000 ca metra, më the. Sa janë bashkëtar? 400 metra kam vetëm unë dhe janë 200 banor të fshatit akoma. Do me thënë që kush ka 10, kush ka 2, kush ka 1,5, do me thënë 1500 metra. Dhe ju thoni që e kemi tokën me AMTP? Një sekund, ke mundësi Arjan, një sekund, lutem? Nxire. Një sekund. Po. Një sekund. Kulla Hamës, si shpjegon ti këtë, sa të marri ato dokumentin? Është padrejtësi e paparash. Jo, është shmëduri. Është padrejtësi e paparash. Një sekund. Certifikatën e pronësisë. Ja ku është. Mos e lëviz shumë, Eduard. Ja, atje mbaje. Mos e lëviz shumë? Qartë. Thot akti i marrjes së tokës në pronësi. Bravo. Mund AMTP. ta dërgoj dhe me fotografi. AMTP është kjo, akti i marrjes tokës në pronësi. Ë? Po. E pra, dhe atje çfarë lexon? Lexon metrat e tokës sa janë? Katër gjinimet sa? Po të shikoni këtu thot Dalan, 4.400. Shikojeni pak. E pra e pas ka okulla, ku e ka më të punja, një fshtetit. Pra e ka pra këtë? Me sa di unë, i vetmi ligj në fuqi sot, është ky. Jo, a më të pëja është, Tani po të na dalin, Patjetër. po të na dalin kulakët ose pronarët e Turqisë ose të dertalëve, këtu edhe 3.000 vjet, 6.000 vjet përpara, atëherë nuk është toka jonë.
E qartë, kuptova çdo Nuk e di fosh. ku mund të jetë. Eduard. Neve jemi një nga fshatrat më të vjetër të Po shku me atë parimin po vajte me atë parim dalim deri te Perëndoria Romake, pastaj po. Kjo Ka kuptim. Po tani ç'të bëjmë? Eduard, para se të lë të qetë vëlla. Se mbi mesazhe shumë. Jo, nuk as pak, është kënaqësi që flasim. Dhe ju faleminderit shumë, ju falenderoj nga zemra. Jo, unë do të Jemi- ne do jemi brap në lidhje me njëri tjetrin sepse do vazhdojmë të punë, se është shumë e rëndë kjo që të ka ndodhur ty vëlla personalisht. Ju faleminderit Intereson shumë. para pjesa tjetër mua. Ja mirënjohës. Të bëj një pyetje tani unë, të të bëj një pyetje, Eduard, thjesht për ta shtensionuar pak, se e rëndësishme është që je gjallë njerëz, mos ishte edhe gjallë tani që po flasim. E rëndësishme duhet të buzëqeshim se je gjallë. Sikur imagjino për një moment, tani kjo është pyetje fantazi, Eduard. Me që rasti jotu bë viral, edhe nuk do harohet lehtë. Sikur të vi për një moment, Ivanka Trump e thot, Zoti Rustemi, jam shumë i ndinjuar për dhunën që është ushtruar mbi ju, i kam parë me sytë e mi, jam shumë e prekur. Subashi. Zoti, pse thash Rustemi, gabim, Zoti Subashi më fal. Zoti Subashi, E di shumë mirë pse the Rustemi. pse? Shumë mirë. Pse nga E di shumë mirë se pse the Rustemi. Më fal që flas në emrin njëjës. Jo, po mua më iku ishte kot Rustemi, nuk e di pse u më thash Rustemi. Jo, unë e kuptova shumë mirë, Që? sepse në vitin 97, në Vlorë, u vra Artur Rustemi, do me thënë. A se di fare të ngjarje unë. Arsyeja pse filluan ngjarjet e 97-s, ke drejt. A se di fare unë të ngjarje, kjo ishte komplet, s'kishte lidhje, e ngatrova unë, se a se bëra lidhje fare me ngjarjen. Zoti Kulla e mban mend. Po, Kulla i mban më të gjitha, unë s'kam. I foli Gjindi që ka të veshi, Eduard. Më foli Gjindi, po në të ngjarje nuk e njoh fare. Edhe Arjan, Ha, Eduard. Subashi. sot, po, është e njëjta gjendje, sepse në 97-ën u grabitën, do me thënë, ato ekonomit e shqiptarëve, ato lekët e shqiptarëve që punonin në për Evropë, që pagueshin me gjysmën e ditës së punës në krahasim me vendasit evropian, e dini shumë mirë apo jo? E di, pa tjetër. Bravo. Edhe sot është e njëjta ikon ku shqiptarëve po vidhen pronat, prap me dorën e shtetit. Sot është më keq akoma, se sot po vidhen në mënyrë kështu me gjykate, me kështu, atëre ishte lëmsh fare. Atëre vidheshin me forcë dhe budalliqe. Sot po vidhen në mënyrë shumë të rafinuar, edhe pse po ju del tani. Shqipëria këtë moment po mbahet peng. Mos të shkojë në Evropë, mos të shkojë gjikundi, kot shpresojmë ne shqiptarët se jemi drejt rrugës evropiane. Presoni ju, se unë se kam shpresuar asnjëherë. Eduard, duhet ta mbyllim. Duhet ta mbyllim, por desha të them këtë gjë se më ndërpreve që parë. Sigur Ivanka të vinte thoshte Zoti Subashi, Po. hapni gojën çfarë doni, sa doni, që edhe pjesa që keni ju, toka juaj të jetë pjesë e kësaj. Ti do e thoshje po apo jo? Në radhë të parë unë dua toka ime të hipotekohet siç duhet, dhe që andej tutje do kem unë, do me thënë, do të më pyesësh në jam pro apo kundër investimit. Në një farë mënyrë kjo ishte pyetje, po. Po, e kuptoj. Investim me dhunë pa transparencë nuk ka. Pastaj nuk mund të vendos unë për atë. Është një protestë e madhe. Ti vetë po të kishe mundësi dhe toka jote, dhe të thoshin po ke drejt ndërtosh. Çfarë do ndërtoje? Një shtëpi të vogël, siç e ke, apo ndërtoje një gjë më të madhe? Varet nga mundësia. Mundësia, për shembull, po toka jote, në mund të bëja diçka. Eduard, toka jote është brenda zonës mbrojtur apo jo? Po, brenda zonës së Palestinës, që ishte thurur me gardin palestinez. E kuptova. Të Gazës. Eduard, sa larg është shtëpia jote nga gardi shëmtuar? E di. Eduard, sa larg është shtëpia jote nga Flamingot? Në fakt prit. Sa larg është shtëpia jote nga Flamingot? Flamingot i kam 25 metra me 30 e shumë të largë shtëpisë time. E shikoj çdo mëngjes dhe kënaqem. Janë të lezetshme, ha?
Në fakt ato pamjet e të regjës së Eduardit ashtu, i shohim shpesh në përplasjen mes kolonëve në bregun perëndimor në Izrael me palestinezët. Pak a shumë ngjashme. Ata të shpërzin që ishin veshur. Po janë shumë të ngjashme, edhe gardi është njësoj. Edhe fatkesisht, megjithatë Eduard, unë dua të them një gjë që realisht ne nuk bëjmë mirë ta interpretojmë me nxitjen e urrëties anti-Izrael, se Izraeli s'ka lidhje aty në atë gjë. Sigurisht që s'ka. Jo. Por, më fal, por unë mendoj që realisht nëse ata që kompanitë janë përfshirë aty, ata investitorët që duan të përfshihen e këta tjerët, nëse ata do ishin pak më të mençur dhe më pak makut, do ta kishin gjetur gjuhën e ekonomisë, edhe me ju dhe me pretendentët e tjerë për tokën, dhe do ta kishin shuajtur zjarrin, sepse me këtë që ndodhi, as ata nuk do ta gëzojnë dot, edhe besoj që do jetë shumë e vështirë të bëhet dhe projekti, sepse sherrri që ka dalë nga kjo gjë është kaq i madh sa është përndar gjithë botën. Një minutë. Si ka mundësi toka jon të jetë falsifikuar, të jetë shitur nga dikush, dhe ai dikush që ka bërë të gjitha këto, të na vitë na ofroj sot një çmim, nuk bëhen këto, nuk dodhin këto gjëra, nuk dalin. Matematikisht nuk dalin, nuk zgjidhen. Kjo është një çështje tjetër, por nëse do të kishte patur një gjuhë tjetër dhe s'do ishte përdorur forca, apo do të kishte pasur një tentativë për ta zgjidhur me paqe, qoftë edhe me ndërmjetësimin e shtetit, ndoshta s'do kishim as të sherr dhe as ngjarje të tjera. Eduard, para se të them natën e mirë, më thuaj për 30 sekonda. Po. Pasi të qelluan, pasi të goditi, ktheve një pamjet e tij. Dhe të lanë theti në një vend aty me disa gur. Pastaj të futën në makinë dhe të kthyen prapë atje ku ishën në fillim? Po, ishin të armatosur, kishin armë. E di, po, më thuaj itinerarin, pra të lanë atje, të hodhën ujë, të erdhen vete, dhe pastaj ç'a bën? Të monë të futën në makinë dhe ku të çuan? Më çuan 200-300 metra më tutje. Po? Dhe pastaj u kthyen dhe erdhi një policë. Do me thënë nuk e di qa grade mund të kishte. Erdhi dhe më mori që atje më nxori për jashta. Do me thënë gjë që nuk duhet të kishte lejuar që në fillim të ndodhte ajo. Qartë. Eduard, kam një pyetje. Kur shkove në spital ose në qendër? Mbyllim, për shumë e rëndësishme. Jo, po dua shërim, s'ka problem. Jo, kur shkove në spital ose te qendra shëndetësore e Zvërnesit? Nuk ka në Zvërnes qendër shëndetësore, po shkova në spitalin e Vlorës, mbasi shkova në komisariat. Po kush të çoi atje? Më çoi policia. Okej, dakord. Ca djem të përkryer. Jo, se doja të kuptoja, sepse në numrin e veprave penale që janë bërë ndaj teje, do ishte vepër penale dhe braktisja nëse s'kanë çuar në spital, po policia ka bërë detyrën edhe mirë, domethënë. Më çuan në spital, i përhulem atyre djemve se kanë moshën e fëmijëve të mi. Policia zbëri detyrën kur e la në duart të këtyre. Po. Në duart të këtyre. Po pastaj ka bërë detyrën se ka çuar atë. Se mund edhe të vdisë, sepse mund të jepte hemoragji të brendshme dhe të vdisë. Eduard, të lëm të qetme se unë do vazhdoj këtë, se thua këtë historinë tënde, nuk do e lëm me kaq. Unë jam këtu i gatshëm çdo moment për gjithçka. Dua të them, domethënë, nuk e di kam të drejtë të përmend ndonjë emër, sepse asnjëri nuk u ndje aty për çështjen e Zvërnesit. Falendero këtë duash ti, unë nuk e di se këtë falenderosh, po jepi këtë duash ti, s'ka problem. I vetmi njeri që nxori problemin ton, do me thënë si fshat, problemin e tokave, do me thënë, unë nuk e njoh personalisht, po e shikoj këtu në rrjetet sociale, që solli problemin e Zvërnesit se asnjë politikan shqiptar nuk i interesua Arjan. Për asnjë gjë, nuk e di pse mbajeshte kaq fshet, domethënë. Po normal. As kryebashkiakja e Vlorës, e cila erdhi në fshat, kërkoi votat dhe ja dham, na tha që do zgjidhni problemin e tokës, akoma dhe ajo, domethënë, e mbësheu dhe nuk i dha asnjë zgjidhje çështjes. Po çështja që vajte në parlament, më dëgjoni?
Po, patjetër. Mos forsi. Që vajti në parlament e dëgjova vetëm nga deputeti i Jugut, nga zoti Bido, Ardit Bido, që çoi problemin në parlament, që përmendi fshatin Zvërnec. Falenderon zotin Bido ti. O inderuar, deri ditën që ndodhi ngjarja njerëzit nuk e din ku është Zvërneci, kështu që. Kulla një sekondë për sa ne Po, kështu. e di. Se kuptova mirë, falenderon Falenderoj Bidon, po. Falenderon këtë Bidon deputetin e PS-s. Po. Jo, i vetmi njeri që solvi problemin në parlamentin shqiptar ishte ai person. Nuk e Bidua. njoh, as se kam parë që dëgjova atje. Në parlamentin shqiptar, Pyta. që foli. Është keqëtimi madh e gjithë kjo histori. Pra njeriu që sot. Si? Jo, se kam me ty i them kullës, njeriu që sot është megafoni i Ramsit, që është kamikaze i Ramsit, domethënë, që është ças po thot gjithë çmundëritë e botës, e shikon se si përfyhet në realitetin tjetër. Eduard të Arjan, unë nuk merrem me politikë. Jo, më jo. Nuk di nga politika. Jo, po i shpjegoja kullës, keq kuptimin e madh që krijohet. Njeriu i cili ças po bën kundër protestës për të mbrojtur kryeministrin, për në sytë e tu, dhe nuk e di sa të tjerëve atëre, është njeri pozitiv. Jo, është i vetmi njeri që unë dëgjova për Zvërnecin. Unë di që për Zvërnecin ka folur Arlind Qori dhe Redi Muçi shumë kohë përpara. Po si që ka i vetmi ky mo? Ka folur dhe Arlind Qori... Jo ve, ata kanë folur të parët fare. O Eduard, të parët me që më the është i vetmi, kanë folur ata vlla në parlament. Ky tjetri flet që thot, unë jam për ca pronar dhe jo për këtë. Ky është tjetër historisë, ky bën intriga, ndërsa ata që kanë mbrojtur ty, ndoshta, edhe Zvërnecin quhen Arlind Qori, duam ne, dhe Redi Muçi. Kjo është me fakte, e ke me fakte, me data, me video. Tani lere tani. Arlindi ka qenë atë ditë, kur më që mua zvar ka qenë atje. Po e di se kisha Arlindi këtu. Nese. Po, i kanë hedhur lëng, pipe, nuk e di se më kupto drejt. Unë nuk di ngjyra politike, kush është, çfarë është, si është. E di, dukesh, po qartë. Të lutem. Ore, të kuptova shumë mirë. Ore, mos e vra mendjen. Ti bile bëre mirë që e the këtë gjë, sepse kjo është një provë që tregon se si realiteti është i zi diku dhe diku tjetër bëhet i bardhë, ose anas tjetër, është çmenduri. Po. Eduard, do dëgjohemi prapë. Ti jesh mirë me shëndet. Gjithashtu gëzova shumë që folëm. Falenderit, kulla. Plaset fabula tjetër në ekran, Ledio. 45 minuta. Po të shmënduri, por ti e ke fajn. Kishte audiencë pa parë në të momente më lajmërojnë me intervistën e Eduardit, por që ndërkohë ne mund të zgjasim pa fund, edhe kulla mund të rinte pa fund, që rekord na kanë petë bashkë. Vazhdo më. Ja. Ledio, tani nuk do ikim dot, vjen keq. S'kam kohë të ndërpres tani. Do pres deri në orën 10 që ikim kulla. Jo, do ikim patjetër. Pse do ikim? Me patjetër. Pse? Kemi arsye të fortë shumë. Ha? Kemi arsye të fortë shumë. Seriozisht e ke? Po. Mirë atëherë, hajde. Po para se të ikim, vetë furnizojmë unë me kulla. Atë them dhe unë. Okej. Ikim furnizojmë pak se të na bëj çek motori, thot Gupi. Do shkojmë te SPO Oil. Miq, është i vetmi karburant i pastër pa hile në Shqipëri. Nga të rallët. Nuk di se a janë tjera apo jo, por ky është nga të rallët. Shkoni atje, mos fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj, se gjuna e shkataruat makinën. Shkoni atje që makina të marrë frym, t'i jepni motorit performancën e dur, çfarë do lloj makine të keni, mos shikoni këtë, kjo është luksoze. Edhe më të thjeshtën fare. Atje nafta dhe benzina e papar. Vetëm në SPO Oil e gjeni gjithandaj për Tiranë dhe kur dilni nga Tirana, fiksoni logon. SPO Oil, shikoni logon dhe mos e harroni asnjëherë. Dakor? Ja. Bravo Said, je i madh.